Me anë të protestës sot për herë të dytë, përfaqësues të bizneseve shprehen pakënaqësinë e tyre ndaj vendimit të ZRE-s për dalje në tregun e lirë. Vendim ky hyrë në fuqi që nga 1 qershori. Kryetari i Odës Ekonomike Lulzim Rafuna e konfirmoi se bizneset nuk janë kundër daljes në tregun e lirë, por kërkojnë fazë të tranzicionit. Ne të gjithë e kemi një kërkesë të vetëm. Në epni një fazë të tranzicionit, përgatitni tregun, më pas edhe një paket e cilën e kanë pas gjitha vendet e rajonit të Evropës, po dhe më gjërë që i kanë ndihmu biznesit që mos me vrejt as një efekt negativ, mos me ndiku në ullje ose në mbyllje të biznesit dhe mos me ndiku në ullje në standardit qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne nuk jem fajtor që së pari nuk është përgatit tregu, nuk kem konkurencë, kemi monopol, dalja në treg të lirë nuk është asë një biznes kundër daljes në tregun e lirë. Duhet ta din të gjithë, e përsëris, asë një biznes nuk është në kundër daljes në tregun e lirë. Dojmë treg të lirë, dojmë të kem konkurencë, dojmë dalim në treg të lirë me vullnetin ton, jo në mënyrë të lëndshme. Skënder Krasniqi nga Dhoma Tregtisë dhe Industrisë tha se një shumë prej 30 milion eurosh është dhënë nga BE për të dalë në hapa më të ngadalshëm në treg të lirë dhe jo në monopol. 30 milion euro dhe BE ka dhënë që me dalë në tranzicion kadal në treg të lirë, jo me në monopol. Nuk përdojmë ma shumë. Për 4 vjetë. Importi është rrit 800% më shumë se eksporti i Kosovës. Qoftë se vazhdon kjo, importi do të rritet 8000% dhe ne do të mbetemi rrugëve. Nga shoqata e prodhuesve Kushtrim Ajvazi kërkoi reagim nga qeveria në detyrë dhe nga ZRE-ja për tranzicion. Nga dita e parë kërkesa jonë ka qenë nuk kërkojmë lëmosh, kërkojmë tranzicion. Nuk ka tranzicion kur s'ka konkurencë në tregun e lirë. Ju lutem shumë, mos na i detyroni të rrisim çmimit, respektojeni ligjin. Energjia është për zhvillim, jo për shkatrim të biznesit prodhues. Shumë ka përfaqësues të bizneseve të cilët në duar mbanin mbishkrimet, mos na ndalni prodhimin, liberalizimi i shpejtë i rrymës, monopol, jo konkurrencë. E shumë të tjera thanë se do të ketë protesta deri në momentin që do të ndërmirret diçka konkrete.